Ka thënë Allahu për mushrikt, wa hum yakfuruna bir-Rahman. Do të thënë ata e mohojnë këtë emër të Allahut, Ar-Rahman. Kanë mohuar dhe do thotë ky emër që do thotë i gjithë mëshirshëm. Ky është do thotë mohimi i këtij emri, këtë ka quajtur Allahu se është kufër për Allahun subhanahu wa taala. Do të thonë pra mohimi i një cilësie ose mohimi i një prej emrave të Allahut, që është i vërtetuar në Kur'an ose në Sunet, është kufër, edhe është devijim. Gjithashtu njëkohësisht edhe përngjasimi, do thotë i emrave dhe cilësive të Allahut me krijesat, ose dhënia krijesave cilësi të Allahut, do të thonë të gjitha këto janë kufër. Kjo është nëse mohohet diçka prej asaj që është pohuar në Kur'an ose në Sunet. Gjithashtu edhe nëse i pohohet diçka Allahut që nuk e ka, që është mohuar në Kur'an ose në Sunet, po ashtu është kufër. Nëse i shtohet cilësi që nuk e ka Allahu subhanahu wa taala, siç është se Allahu ka thënë lem yelid wa lam yulad, do të thënë Allahu nuk ka lindur, nuk e ka lindur askënd dhe nuk është i lindur ai. Dhe ka thënë për mosbesimtarët, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada, do të thënë ata thonë i gjithëmëshirshmi ka fëmijë. Edhe ka thënë Allahu laqad ji'tum shay'an idda, do të thënë sollët një gjë të tmerrshme, do të thënë që është shumë e rëndë, takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda. An da'u lir-rahmani 'abda. Do thotë qiejt duan të coptohen, të qahen, edhe toka gjithashtu të qahet dhe malet të bien të thërmuara, sepse ata kanë pretenduar se i gjithëmëshirshmi ka fëmijë. Do thotë, prandaj devijimi në rububie ose në emrat dhe cilësitë e Allahut në këto mënyra, padyshim se është kufër. Do të thënë mohimi i Zotit ose përshkrimi i zotrave të tjerë përveç Allahut është kufër. Mohimi i cilësive të Allahut ose shtimi i ndonjë cilësie që nuk e ka Allahu, ose përngjasimi dhe krahasimi i Allahut me krijesat, të gjitha këto janë kufër.